Horoskopi ditor e hënë 5 maj 2025. Dashi. Në aspektin profesional, yjet janë në favorin tuaj, thuajse gjatë gjithë ditës. Gjithsesi, nuk është e njëjta gjë sa i përket anës suaj sentimentale me njeriun tuaj të dashur. Mos lini pa shfrytzuar çdo mundësi që u jepet në punën tuaj. Demi. Shumë gjëra do ju bëjnë nervoz, por duhet të ruani qetësinë në mënyrë që të mos e filloni javën në mënyrën më të keqe të mundshme. Do të përballeni me probleme edhe në sferën sentimentale, ku do të shikoni se ka diçka që nuk shkon. Bëni mirë që t'i sqaroni gjërat sa më parë. Pinjakët. Prej kohësh prisni një përgjigje për punë, por as këtë ditë nuk do të ketë diçka konkrete. Edhe në çift keni probleme, ndaj duhet të komunikoni me partnerin që të shmangni çdo ndjenjë negative. Për beqarët, java rezervon disa surpriza të bukura. Gaporja. Gjatë këtyre ditëve jeni ndjerë të demotivuar dhe të vënë në provë. Disa punë ka nevojë për thellim dhe aprovimin e nevojshëm të dikujt. Jeni duke vlerësuar situata të reja, në mënyrë që të rigjeni ekuilibrin me veten. Luani. Gjatë këtyre orëve do të përballeni me ndonjë dyshim. Këshillohet që të tregoheni të zgjuar, pozitiv dhe të shmangni konfliktet. Ndonjëherë mund të ndiheni më të fortë, pa kërkuar ndihmën e askujt. Virgjëresha. Për gjithë ditën qielli do të jetë në favor të atyre që jetojnë një marrëdhënie romantike të lindur kohët e fundit. Shumë nga shenjat do të jenë në gjendje të krijojnë një themel të fortë për të ardhmen. Për beqarët do të ketë dashuri të reja, takime, pasione dhe atraksione me perspektiva të mira për gjetjen e dashurisë. Peshorja. Hëna rezervon shumë surpriza në dashuri për ty. Edhe nëse ke pak kohë për t'u kushtuar ndjenjave, gjithçka do të vazhdojë të jetë mirë. Beqarët tani do të jenë në gjendje për të kërkuar për lajme dhe emocione të reja. Akrepi. Jeni të gatshëm të reagoni edhe në historitë e paqarta të dashurisë dhe të gëzoni këtë ditë pa menduar për të kaluarën. Beqarët do të duhet të përpiqen për të zbutur situata të paqarta që mund të dëmtojnë imazhin e tyre. Shigjetari. Përdorni favorin e yjeve për të zgjidhur problemet e dashurisë. Sot ju do të jeni në gjendje të bindni partnerin tuaj për ndjenjat tuaja. Beqarët do të duhet të mbledhin mendjen për të marrë një vendim. Nuk do të jetë shumë e vështirë nëse ju nuk doni që një person të largohet nga ju. Britsjapi. Gjërat e dashurisë përmirësohen. Do të shihni gjithçka me më pak dyshim dhe mbi të gjitha nuk do të ndaleni në keqkuptimet e para ose vështirësitë në çift. Zemrat e vetmuara që duan të bien në dashuri, do të duhet të dëgjojnë zemrën dhe jo ato që mendojnë të tjerët. Ujori. Dashuria mban surpriza për ju sot dhe ju do të ndjeni zemrën tuaj duke rrahur shpejt për të dashurit tuaj. Tërheqja ju shtyn të jetoni këtë verë tashmë pa frena. Beqarët do të duhet të kapin të gjitha aspektet pozitive të një njohje, që ata po kryejnë me ulje dhe ngritje. Peshqit. Peshqit, yjet janë dashamirës dhe shpallin projekte të rëndësishme në dashuri. Megjithatë, pasioni do t'ju bëjë të pambrojtur. Beqarët do të merren nga mania protagonizmit dhe do të shkëlqejnë kudo me hijeshinë e tyre misterioze.